Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shënjës së ujorit. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë një leximin e radhës. Kërkoj ndjes që nuk kam arritur të lexoj më parë, kisha një rast në familje dhe të fillojmë të dashur. Në shikim të parë, ujori është në një udhtim mes dëshpërimit dhe shpresës së kthjellët, ta them unë. Një përzierje e dhimbjes nga zhgënjimet dhe një rikrijim emocional që kërkon durim dhe përqendrim të brendshëm të dashur ujor. Ky është një mesazh për dikë që ka ndjer humbje, por që nuk e ka humbur veten, vetëm është duke rilindur në një mënyrë më të pastër. 5 të shpatës. Dikush është ndjer i poshtruar, i përdor ose i mundur në një situatë ku nuk pati drejtësi. Të dashurior mund të ketë qenë një humbje vogël nga jashtë, por shumë më e madhe për brenda. Kjo letër zëri një zemër që thot, nuk e meritoja këtë. Mesazhi i kësaj letre thot, nuk ishte humbje, ishte zbulim. Keni kuptuar të vërtetën. E pa të vërtetën e dikujt, ose të vetës, dhe kjo është më e vlefshme se çdo fitore falso. Asi i kupës të dashur ujor, një fillim emocional, pikërisht në mes të asaj që u thye, por lind një mundësi e re për të dashur ndryshe, për të ndjerë më thellë dhe për të hapur me një pastërti që më parë nuk ka qenë e mundur. Të dashur ujor, këshilla e kësaj letre thot, mos e mbyll zemrën, ke fuqinë të krijosh lidhje të reja dhe më të shëndetshme, por vetëm nëse nuk e lejon plagën të të udhëheq në vendimet e tua. 3 të shkopive, ujori ka gjithmonë një vizion më të gjerë, por shpesh e mban brenda vetes. Dhe kjo letër thot, zgjidh sërish të besosh në të ardhmen, edhe kur e tashmja duket e zhgënjur. Këshilla e letrës thot, mos lejo që ajo që ndodhi të marrë kurajon për të synuar më lart. Rruga jote nuk ka përfunduar, vetëm është kthyer në një drejtim më të saktë. Dhe transformimi apo alkemi që quhet ndryshe, transformimi përmes durimit. Kjo është letra të dashur ujor që simbolizon përpunimin e ndjenjave, maturinë emocionale dhe aftësinë për të kthyer dhimbjen në forcë. E kurse ka bërë të dashur ujor. Ujori ka tendencën të reagojë shpejt, por kjo letër thot, apo këshilla e letrës, mos nxito. Kjo plagë ka nevojë për alkimi, jo për reagim. Dhe thot, mesazhi, fuqia jote nuk qëndron në rebelim këtë herë, por në qetësinë që ndërton nga brenda për të krijuar diçka që nuk e pasur më parë të dashur ujor. Pra, leximi juaj tregon që je ndjer i zhgënjur, por kjo të ka zbuluar më shumë të vërteta se sa e ke ditur, apo se sa keni patur një uri. Një mundësi e re emocionale po është para jush, po hapet, por kërkon sinqeritet dhe pranimin e ndjenjave. Mos e mbyll portat nga frika e përsëritjes. Zakonisht bëjmë kur zhgënjemi nga diçka, frigohemi t'i afrohemi edhe një herë dashurisë, atij qëllimi, atij synimi. Jo, shërimi yt është tek zgjimi dhe i besimit të ri. Tani është koha të përpunosh këtë çfarë ke përjetuar, jo të reagosh. Transformimi yt po të ndodh pikërisht në këtë qetësi të brendshme. Mos e lër një humbje të bëjë të dorëzohesh nga dashuria apo çfarëdo që të jetë në jetën e juaj. Ti nuk u krijove për të mbijetuar në sipërfaqe, por për të krijuar thellësisht. Edhe kjo plagë do të bëhet forcë. Këtë mos e harro.